E dashura mësuese, kaluam 5 vite, si 5 javë e si 5 ditë. Të gjithë jemi të gëzuar se do të mbarojmë mësime, sepse do të mbarojë dhe viti shkollor. Por, nga ana tjetër, unë, shokët dhe shoqjet e klasës ndjehemi mjaft emocionuar sepse po ndahemi nga mësuesja jonë e dashur. Këtë ndarje do ta përjetojmë pikëllim, sepse ajo ka qenë nënë e dytë për ne. Në mësoi shkronjat e para, shkrim dhe lexim. Në dha edukat të mirëfillt. Me ty mësuese mburemi të gjithë ne, sepse na frymëzove me edukat, të duam njëri tjetrin, miqt, shokët, të moshuarit dhe vendin tonë. Ndjehemi shumë krenar, sepse kemi një mësuese shumë të mirë, të bukur, pedante, çdo herë rregull në punë, çdo gjë jepte ka vetvetja për të na mësuar e për të na edukuar. Krenohemi me mësuesin tonë të dashur dhe do ta ndjekim rrugën që ajo na ka mësuar e ajo do të jetë shumë e lumtur kur do të dëgjojë fjalë të mira për ne. E dua mësuesin tonë të dashur dhe kurse të harrojmë. Mësuese është fjalë që tingëllon bukur. Mësuesja ime është shembulli i kuptimit të dashurisë për dijen. Mësuesja me dashuri dhe zemër butësi na merr si pëllumbat e bardhë e të vegjël e na mëson se si të fluturojmë. Mësuesja është udhëheqësja jone e parë në rrugën e dijes dhe suksesit. Mësues, prim, nxënës dhe miq të dashur në programin ton festiv kushtuar mësueses ton dhe të gjithë mësueseve që janë këtu prezent. Tani le të këndojmë asaj në shenjë falënderimi duke mos kursyer urata dhe përgëzime. Andaj jemi mbledhur që në mënyrë të organizuar t'i këndojmë mësueses. Mund të falenderoj mundin që dha kjo zonë për ne, se nxënësit e saj që cimcimojnë me zërin e tyre, andaj le t'i ndjekim. Këngët mësuesja dhe mami kënduar nga nxënësit. Vjershat mësueses time të parë përgatitur nga Elsa Elmazi. Mësuesja jonë reciton Zerina Sulejmani. Mësueses time reciton Aid Rustemi. Ku banon mësuesja ime reciton Florentina Abazi. Mësuesja ime reciton Alea Qerimi. Fluturon sa në zon.
Këto vargje që tani i them, mësueses time të parë sot përjashtoj. Një puthje të ëmbël, me shumë falenderim, ty mësuese t'i dërgoj në emrin tim. Të jam mirënjohëse dhe të falenderoj, se çdo gjë që di, nga ty e mësoj, në çdo gjë që lexoj, e në çdo gjë që shkruaj, jeti gjithmonë mësuesja ime pa haruar, edhe kur të rritem, kurrës do të haroj. Me shumë mirënjohje, ty do të kujtoj. Shumë mësues do na mësojnë vite me radhë, por ti do të mbetesh mësuesja ime e parë. Mësuesja jone, për ne kujdese ti ore qast, kur ne mësonim ti ndjeje gas, kur zemëroshi shok me shok, ti dora dore na merje tok. Shembuj të urtush ne na tregoje, pastaj na puthje e na përqafoje, kështu veproje ti gjithmonë e ne të donim si nënën tonë. Mësuesja ime, mësuesen e dashur, unë shumë e dua. Pas prindërve të mi, më shtrenjta për mua. Për gjërat të bukura, gjithmonë na mëson. Kur i kryejmë detyrat, na përkthel dhe ledhaton. Mësuesen time, kur s'do ta haroj, ndër vjersha dhe tregime, unë do ta kujtoj. Edhe kur të rritem, nëse dikush do jenë, fjalët dhe këshillat e mësueses, si shembull do t'i kem. Ajo ndriçon si fener, bilbil që vetëm ligjeron. Prandaj ndjehem krenar për rrugën e drejtë që na shtron. Ku banon mësuesja ime? Mësuesja ime banon në çdo fletë të fletores, në çdo fotografi të librit, në lojën e fitores, në detin e gëzimit. Mësuesja ime banon thellë në këngën time, në çdo pranverë, në qeshjet për gëzim, banon mësuesja ime. Mësuesja ime, në rrugën e dritës, me shpirtë të ngrohtë, na udhëhetje, na mësove, me durim dhe ngushëllim. Fjala jote si stoli e artë, ndriçove rrugën ku gjithçka dukej e errët. Sytë e tu na treguan gjithçka, se mësimi nuk është vetëm fjalë, por jetë. Kush është i durueshëm, ai arrin gjithçka, dhe ti mësuese ishe gjithmonë shembulli ynë i drejtë. Mësuesja përpos miqësisë dhe dashurisë që na fali, na bëri shoqëri më të mirë me mikun e pandar librit. Ti ndjekin vargjet kushtuar librit. Këngën çdo gjë dashuri këndon Zerina Sulejmani dhe Alea Qerimi. Vjershat libri im reciton Ronela Almazi, ne jemi reciton Qazim Iljazi, Elsa Almazi, Bilal Xhabiri, Alea Qerimi dhe Shkodran Beluli. Libri reciton Etmik Sejdini. Libri është çelësi i turisë përgatitur nga Shkodran Beluli. Thot mori duam dashuri, se do të mësoj
Libri është dritë që ndriçon mendimin, mëson të vërtetën e ndjell kujtimin. Në shofaqe fshet një botë pafund, me fjalë të urta që s'janë asnjëherë kund. Kur e hap librin, udhëtoj pa frikë, herë jam më mal, herë mbi det të thellë. Ai më mëson me bën shok të dijes, një mik I hershur për plot dashuri e mirësi. Ne jemi ushtria më e re. Ne jemi ushtria më e re në botë, që luftojmë kundër luftës së armatimit. Jemi ushtria më e madhe mbi tokë, në vallen e Aresës dhe Gëzimit. Kazermat tona janë shumë të bukura, janë vatrat të patjes dhe lumturisë. Armët tona janë lapsat dhe librat, jemi pishtarët të ditëve të lirisë. Ne jemi ushtria më e bukur në botë, miliona nxënës në shkollat fillore, ne ngrejmë zërin deri në qiell, kundër shtypjes dhe luftës mizore. Uniformat tona janë laramane, I kemi të gjithë ngjyrat e imberit. Ne jemi vjollse dhe lulekuqe, që I gëzohemi dritës së diellit. Si një ushtri e bukur dhe e fortë, mësojmë dhe krijojmë botë të re, botë të lirë, të lumtur, palot dhe qiell me diell gëzime hare. Lexoni libra. Kur lexon ti ndonjë libër, edhe libri të rëmben, se kupton si I kohën fare nuk e ndjen. Kur lexon ti ndonjë libër, sa është fleton ndonjë fletë, sigurecën në një udhë me spisazhe të vlerëtë. Kur lexon ti ndonjë libër, si kur të qelet një portë, ku ta hore së dielli diçka do të thotë, dielli diçka do të thotë, po, dhe malet, fushat, detet, dhe gjithë kjo hapësirën me ta sikur përshëndetet. Libri është qelësi I diturisë. Nëse kërkon dijen, e gjen në librat që lexon. Libri është një botë tjetër, është një udhëtim I mrekullueshëm që të çon në botë të ndryshme të panjohura. Është një mësim dituri. Në çdo libër mëson diçka të re. E libri ka një të mirë që nuk ka kufizim moshe. Mund ta lexosh kudo, sepse gjithmonë ka diçka për të mësuar. Ndaj librit, mësuesja mësoi dhe vlerën e shkollës, adelt dhe kombit. Të gjithë këto të kërshituara në vjersha e poezi në vijnë në vijim. Këngën parlamenti këndon grupi I nxënësve. Vjershat shkolla reciton Lena Aliu. Më mëdheu reciton Etrit Ajdari. Nënë e madhe kësaj bote reciton Sara Dalipi. Ç'është e bukur për gjithmonë reciton Alor Selimi. Ismail Qemali reciton Safet Ismaili. Adel Imi Dlir reciton Enita Sadiku.
vendi ku gjej me dashuri, vendi ku na falin një buri, jeti shkollë për madhështi. Secili arsimtare na falin dritë, dituri e këshilla në jetë, që të bëhemi më të urtë, më të mirë, porosinë ta çojmë në vend. Kur të rritem do kujdesem për prind e për gjithë njerëzinë. Vendi tim do t'ia fal gjerzin që të jetë gjithmonë i lirë. Më më dheh që toka, ku më karonën koka, ku kanë dashur më me atë, ku më nje dhe guri thatë, ku kam pasur shtëpinë, ku kam njohur perëndina, stë gjyshët të ka në qenë dhe vari që ka në vënë, ku jam rritur me thërime, ku kam folur gjurën time, ku kam fisë, ku kam farë, ku kam qeshur, ku kam qarë, ku uroj me gaze në shpresën, ku kam dëshirë të vdesë. Me tu nënë e madhe e kësaj bote, me tuar të vogla me zemër të madhe, solli dritë aty ku kish plagë. Në herë që shërovën me dashuri, çdo shpirt të lodhur, çdo fëmijë në zi, pa kërkuar lavdi as emër të lartë, na dhe shembull të vërtet të atartë, emri yt mbetet në zemrat e njerëzve, si një lule pa fjalë, si simbol i dashurisë. Që është e bukur për gjithmonë, që është e bukur gjithmonë, është fjala e gjuhës sonë, që më bën të jem jetrim kur do erë për atë tim, dhe për zemrën punëtore e për zemrën burrore, për vendlinë anë mbanë, gjyshet varet ku i kanë. Ismail Gjemali, nëntor 1912 jeton të i madhi Ismail Gjemali. Në 28 nëntor ai e ngriti flamuri në Vlorë. Atë ditë në Shqipëri valon të flamuri Kuqezi. Tanë shqiptarët të buan, ditën e flamurit e kremtuan. Ismail o trim me Irano, festa jote s'ka të ndalë, do të festojt anë mbanë botës ku ka shqiptarë. Dhe ujmit lirë, me malo krenarë, në zemrën ti me jezjarë që së ndërpritet, si djela që ndryqon, e kurë nuk ka fiket, gjuhën tënde e flas me malë, historinë e mbaj si kuror në balë, në gjdo fjali, në gjdo këngë që këndoj, emri tënde me dashuri e lartësoj. Të dashur prindë nxënës, sot kemi kënaqësinë të falenderojmë një nga mësueset më të dashura të shkollës sonë, mësuesin e anglishtës, Valbona Stafaj. Faleminderit për durimin, dashamirësinë dhe për mënyrën se si bën çdo orë mësimi, argëtuese dhe plot kuptim. Fal jush, zbuluam se sa e fuqishme mund të jetë imagjinata jonë. Ta ndjekim këngën e përgatitur nga mësuesja Valbona, këngën Price Tag.
edhe për mësuesit lëndor, Shpresa Demiri, Arlinda Mislimi, Bleka Jashari, Dian Kërsteski dhe Artan Ibrahimi, të cilët çdo ditë me përkushtim dhe dashuri na udhëheqin në rrugën e dijes. Ju lutem një duar trokitje për këto mësimdhënës. Kisha dashur që të mos mbaroj këtë çast të bukura. Me fjalën mos në këtë rast pajtohem, por në disa raste jo. Në vazhdim do t'u zbulojmë sekretin me këngën Mos, këndon Ronela Elmazi. Kënga që vjen tani është në përshëndetje me bankën e vjetër. Lam të mirë bankë e vjetër, këndon Sara Talipi, ta ndjekim së bashku. Thank you.
mësuesen tonë në skenë. Të nderuar prindër, mysafir, kolegë. Sot zemra më rreh fort për secilin prej fëmijëve të mi. Këta yje të vegjël që më kanë ndriçuar çdo ditë me buzëqeshjen, kuriozitetin dhe shpirtin e tyre të pastër. Ata nuk janë vetëm nxënësit e mi, janë një pjesë e shpirtit tim. Janë arsyeja pse çdo ditë kam hyrë në klasë me zemër plot dashuri dhe plot shpresë. Këta fëmijë kanë përfunduar me klasën e 5 dhe kjo është një arritje që meriton të festohet me duar trokitje dhe me krenari. Ishte një udhëtim i mbushur me sfida, por edhe me fitore të mëdha, me përpjekje dhe me përparim të dukshëm. Gjatë këtyre 5 viteve, ata kanë ndërtuar ura miqësie, kanë mësuar të ndihmojnë në njëri tjetrin, kanë përvetësuar dije të vlefshme dhe kanë rritur krahët e tyre të vegjël për të fluturuar drejt ëndrave. Të nderuar prindër, nga zemra ju falenderoj për bashkëpunimin, mbështetjen dhe besimin që nuk më mungoi asnjëherë. Pa ju kjo rrugë nuk do të ishte ka qëndritur. Kujdesi dhe dashuria që tregoni për fëmijët tuaj është frymëzim i përditshëm për mua. Së bashku kemi ndërtuar vite të paharuara, plot kujtime të bukura. Të dashur nxënës, dërsa ky kapitull i klasës së 5 po përfundon, do t'ju them se do të më mungoni pafund. Secili prej jush ka sjell në klasë gëzim, energji, ngjyrë. Kam qenë me fat që kam qenë pjesë e rrugëtimit tuaj. Dhe jam shumë krenare për çdo gjë që kemi arritur. Tani jeni të gatshëm të përballeni me vitet e ardhshme dhe të shkëlqeni edhe më shumë në çdo hap të ri. Të ardhmen e keni në duart e juaja dhe vetëm ju mund ta formoni atë me dituri dhe me mësim. E mësimi është një rrugë e gjatë, por është avanturë e shkëlqyeshme në të cilën rrugë ju dini të ecni për mrekulli. Mos harroni sa të veçantë jeni dhe sa shumë mund të arrini kur punoni me dashuri. Ju don mësuesja urime dhe gjithë të mirat në vitet e ardhshme. Ka këngë që nuk janë thjesht melodi, janë histori, krenari dhe shpirt kombëtar. Ajo në kujton se jemi bijtë të një kombi, me rënjë të thellë dhe zemër të fortë. Ju ftojmë të dëgjoni këngën Jam e lashtë se jam shqiptar, këndon e Trit Ajdari. Ka një vet, u ka le, ka një në
për ne mësuese. Faleminderit mësuesja se vi. Të duam shumë. Vallja Shoka, vallja tradicionale shqiptare që çdo herë na ka bashkuar dhe vazhdon të na bashkon. Ftojmë në skenë vallëtarët tanë. E dashura mësuese, me shumë dashuri, do shpërndaj të gjithë neve nga një lavdat. Erdhi momenti edhe për lavdatat, këta nxënës meritojnë shumë edhe më shumë, po për sot nga një lavdat. Elsa Elmazi, Sulemani, Shkodran Beluli, Ronela Elmazi, Ait Rustemi,
qerimi. Alor Selimi. Sara Dalipi. Chazim Ilyazi. Lena Aliu. Edrit Aydari. Lorentina Abazi. Etnik Selini. Tiara Emuli. Safet Ismaili. Enida Sadiku. Bilal Jabiri. Prindër të nderuar, ju falenderit që na mundësuat të ngjitemi në këtë skenë të bukur dhe të shkëlqejmë si yje dhe shfaqja jonë të duket më madhështore. Ju falenderit.